Klodi ti the që janë gjetur element të grupit strukturar kriminal. Tani ta përmbledhin dhe njërë çfarë ka bërë bankers, kompania bankers dhe drejtuesit e saj në dëm të shtetit shqiptar. Përmbledhur fare thjesht. Mëslimi e thjeshtëzoi disa gjëra, po t'i themi dhe njërë fare thjesht. Çfarë ka bërë? Atëherë, drejtuesit apo ish drejtuesit e bankersit. Një sekond. Hedhin kontrata me kompani të ndryshme dhe... Mëslimi jo se bëhen kakofoni. Fiktivisht faturat duke rezultuar me humbje përfundimtare. Dhe të gjithë duke rezultuar me humbje nuk paguanin taksa në shtetin shqiptar dhe të gjithë tatim fitim, pra zero. Ndërkohë që fitimet ishin në miliona euro, pra mund tjetë ndër kompani që është më me fitim. Dhe në këtë rast, duke qenë se janë kompani të cilat janë praktikisht të lidhura me njëra tjetër në efekt zinxhir, kishte operacion jo vetëm të studiove ligjore, kishte operacion të njerëzve të politikës e tjera me radhë, edhe të medias, dhe në finale fare, kjo çështje rezultonte që buxheti i shtetit i është shkaktuar një dëm i përllogaritur deri në 5 miliard, por unë dyshoj që është shumë më tepër sepse prokuroria është trirë vetëm për një periudhë të kohës. Po ndërkohë, ekspertët janë duke punuar edhe për pjesën tjetër të pambuluar, çka do thotë dëmi që është shkaktuar buxhetit të shtetit është shumë i lartë, e para. E dyta, ata kanë kaluar, unë e thash në offshore dhe do të lexoj disa nga momente që e sqaron prokuroria në lidhje me kontratat, në lidhje me pagesat pra me uhat që ka dhënë. Për shembull, në një rast në veprim në dokumentin që këta kanë, çfarë bënin për shembull? Është konstatuar një kontratë uhaje me vlerë $20 milion e vitit 2022, e cila është nënshkruar nga njëti individ, shtetasi Uhanqin Ziajo. Ky individ ka firmosur kontratën për Bankers Petroleum Albania Ltd në Shqipëri, që është kompania MØM, ashtu edhe për kompaninë MØM në Kanada, që funksionon si ndërmjetëse duke dëshmuar përfshirjen e tij direkte në koordinimin dhe realizimin e transaksioneve ndërkombëtare mes kompanive BIA, ndërmjetës dhe MØM. Gjithashtu është konstatuar edhe një draft kontrat për një uhar në shumën e $100 milion. Gjithashtu është identifikuar një marrëveshje uhaje në shumën $50 milion ndërmjet shoqërisë Petraco Oil, thot prokuroria, një subjekt që merret me blerjen e naftës nga Bankers Petroleum dhe një entiteti në Kanada. Në këtë marrëveshje, pala kanadeze figuron si huamarrëse, ndërsa kompania në Shqipëri, Bankers Petroleum Albania Ltd, është garantore për uhan. Në praktik, parat për shkryerjen e uhas rrjedhin nga Shqipëria, ku kompania Petraco Oil operon në lidhje të ngushtë me Bankersin, duke konfirmuar që fluksi financiar është i lidhur direkt me aktivitetin e kompanisë shqiptare. Kjo strukturë financiare përdoret për të transferuar fonde nëpërmjet huave, ndërmjet kompanive të grupit dhe subjekteve të lidhura. Ky mekanizëm evidenton në mënyrë të organizuar, thot prokuroria, për transferimin e kapitalit dhe menaxhimin e fondeve në mënyrë që mund të shmanget kontrolli fiskal dhe tatimor në Shqipëri, duke ngritur dyshime për shmangje tatimore dhe keq përdorim të fondeve. Gjithashtu, këqyrja emaileve mes drejtuesve të Bankers, që të jem korekte është pak teknike, po për ta sqaruar për opinionin publik, dhe dokumentacioni administruar dëshmon përfshirjen direkte të nivelit të lartë të stafit financiar dhe drejtuesve, menaxhimin dhe miratimin e këtyre marrëveshjeve, krijohet dyshimi për përfshirjen e aktive të stafit financiar dhe drejtues në planifikimin dhe zbatimin e skemave të mundshme për manipulim të raporteve financiare, shmangje tatimore dhe pastrim parash. Fjalia e fundit nga shqyrtimi i dokumentacionit financiar dhe korrespondencave ndërmjet kompanive të grupit rezulton një praktike vazhdueshme edhe e qëllimshme, e cila synon shmangjen e detyrimit tatimor dhe transferimin indirekt të kapitalit jashtë Shqipërisë. Pra, fryhen faturat, vidhen miliona dhe kalohen në forma të ndryshme në kompani jashtë vendit. Mjafton të shohësh, pastaj ka një moment bëhet fjalë për një detyrim pashlyer të Bankersit në shumën në vlerën e $193 milion ndaj kompanisë MØM. Dhe ndërkohë, po kompania shqiptare jep ua kompanisë MØM. Pra kanë bërë transaksione gjatë gjithë kohës me njëra tjetrën dhe i kanë qarkulluar parat për interesat e tyre duke i shkaktuar dëm buxhetit shtetit. Pra pak a shumë kjo është gjetja, nëse unë kam qenë thjesht për publikun se terminologjia... Vetëm që, domethënë ky duke përmendur kompani offshore, bankat në lojë për të punë, politikanët e gjithë llojeve, njerëzit që kanë pasur fuqi juridike këtu e të gjitha, ky është një grup totalisht i strukturuar kriminal dhe nuk ka shumë vëmendje. Bankersi nuk ka punu vetëm, por ka hetim, Klodi, për kompanitë që kanë punu me të? Atëherë, zyrtarisht janë regjistruar vetëm emrat e personave ndaj cilët ka masë sigurie, janë regjistruar veprat penale dhe duke qenë grupi strukturuar kriminal, pastrimi i produkteve dhe veprës penale dhe korrupsioni zyrtarëve të lartë,
të gjitha kompanitë që kanë pasur kontrata të gjitha natyrave me bankers, patjetër që kalojnë në filtrin e prokurorisë së posaçme. Por, duke qenë se ky hetim nuk ka më shumë se 2 muaj që ka nisur zyrtarisht, pastaj në të ardhmen mund të ketë më shumë edhe detaje sa ju përket kompanive, por nuk bëhet fjalë vetëm për kompani të cilat kanë, pra shtrihet nga këtu dhe pastaj thuajse në disa vende që kanë të bëjnë me qarkullimin e parave. Kështu që patjetër të paktën çfarë janë kompani që nga studiot ligjore deri te kompani që kanë patur kontrata, kompani për transfertat, kompani për shërbime të ndryshme, sepse po ta shikosh me kujdes, transferimi i parave ose qarkullimi i parave është bërë nga një kompani kryesore me të gjitha kompani satelite rreth saj, që në thelb parat kanë qarkulluar tek e njëjta dorë. Kështu që unë nuk mund të them se sa është numri i kompanive, por ajo çfarë mund të them, po të shikosh me kujdes vendimin e SPAK-ut që ka pranuar çështjen për kompetencë, aty thotë që hetimi do t'i nënshtrohen të gjitha entitetet që kanë patur kontrata me kompaninë Bankers. Kështu që numri është shumë i lartë sepse bëhet fjalë për nga 2004, domethënë 21 vite. Dhe 21 vite ka patur kaq shumë kompani dhe kaq shumë entitete. 21 vite, Klodi, mos do duhen 21 vite të tjera për tu hetuar kjo apo jo? Sigurisht që ky nuk është një hetim i lehtë dhe unë nuk mendoj që mund ta marrim me kaq thjeshtësi edhe është ndoshta ndërhetimet. Po flasim tani për te atyre çfarë mund thuhet për SPAK-un me gjithë mangësitë që ka, po ky është një hetim ndoshta ndër më të vështirit për shkak të kohëzgjatjes, për shkak të milionave që janë vjedhur, për shkak të entiteteve, personazheve që janë përfshirë. Pra bëhet fjalë, imagjinoni një person që ka punuar 20 vjet përpara në Bankers, mund të ketë ditur shumë gjëra, po sot mund të mos jetojë më. Pra do thotë që me sa më shumë vite që kalojnë, aq më e vështirë bëhet hetimi. Por vitet e fundit që ka pasur shumë shkresa, shumë transaksione, sistemi bankar ka lënë gjurmë, mendoj që do të jetë më e lehtë paktën në 10 vitet e fundit për të kuptuar realisht se çfarë ka ndodhur. Pra 10-15 vitet e fundit janë më të mbuluara se ato të fillimit. Jemi të qartë dhe këtu, po ndërkohë qarkullojnë fjalë që Bankers Petroleum po shitet. Kush mund të ketë interes për blerë një kompani me detyrime të larta në hetim nga autoritetet e drejtësisë, nga organi më special në Shqipëri, dhe që rezulton për 20 vjet vetëm me humbje. Ndërkohë që përfundon kontrata koncesionare në vitin 2029 pas 3 vjetësh. Si ka mundësi tani, kush mund ta blerë këtë? Që qa interesi ka që blesh një kompani që mund të në i blesh budalla, thua? Kush? Po jo, në një budalla thash mos del e ble. Mendoj që kjo çështja e ligjit është një ligj i cili ka emra dhe ka një listë kompanish që përfitojnë. Besoj Air Albania është e lista e këtyre kompanive që nuk ka paguar detyrimet atimore dhe doganore, Bankers është e lista e kompanive që përfitojnë, pra që janë kompani të mëdha dhe që i falen dhe i fshien detyrimet. E kam amnestia që bëjë parlamenti? Në tatime dhe ndogana. Ajo të bëne, s'ke që ajo ka qenë falimentur që më përpara, po do me thënë të kjo pyetje s'na luati. Ka aksioner Turkish dhe mund t'i marrësh 15% të detyrimit. Po Turkish të marrë këtë dhe thua ti, Bankers Petroleum? E kisha për Bankers Petroleum. Pra, pa tjetër që është me bekimin e zyrtarve. Okej, po kush mund t'a blerë këtë? Flitet është një kompani me bazë në Katar, ish ministri të jashtëm të Katarit që është në negociata me kompaninë Bankers për shitjen e saj. Kompania Bankers, burimet e punonjësve ati na thonë që ka përfunduar raporti due diligence për vlerën e aseteve dhe është vlerësuar rastësisht 120 milion euro. Aqsa që është dhe detyrimi, aq është dhe vlera e aseteve.